Të dashur vëllezër Dardan, mos e harroni Parlamentin Evropian, ku ngritën në këmbë dhe dua të rrokitën pikërisht zonjën tonë të nderuar presidenten Vjosa Osmani. Dhe sigurisht në Amerikë, sa shumë nderime kjo zonjë. Por mos harroni, në këto zgjedhje nuk duhet të fitoni 50+ vetëm për Albinin që ka treguar se ka punuar më mirë se sa të gjithë. Mos harroni, kemi edhe votën për presidenten. Ne t'i japim edhe asaj kënaqësinë, edhe sigurisht përgjegjësinë më shumë të punoj për ardhmërinë dhe Dardanin. Gëzuar shqiptar, dhjetori i festave do t'jetë doppio fest. Sigurisht ju do të ktheheni krenar në vendet tuaja ku emigroni, por me bindjen se vota juaj pikërisht ishte më e shenjtë se sa vetë vota e shenjtë. Sepse juve nuk u bët pengesë, ju u bët porta e madhe e ardhmërisë. Dhe sigurisht përgjegjësi e madhe për qeverinë Albin Kurtit 3 edhe për numrin 2 në mandatin e saj, presidente son të nderuar Vjosa Osmanit. Suksese!